Discord është më i lirë, a? Është më i lirë, është markë më komerciale, më trendi dhe është për një audiencë që do të duket më e re. Si ka ndryshuar trendi veshjes të shqiptarët këto 8 vite që ti merresh? Tani po shikoj një trend që po kalon ke minimalizmin. Pra nuk ka nevojë për logo të mëdha, duhet të jenë sa më diskret. Ka një audiencë që po kërkon produkte më diskrete. Po tek çantat, tek këto gjërat që janë më siç te Louis Vuittoni, Hermes, Chaneli që janë më të imitueshme. Pash, kush është çanta më e mirë që ke për shembull? Do thosha Bottega Veneta, po kemi edhe çantat të Fendit që janë goxha të mira, edhe çantat Dolce Gabbanas. Bottega Veneta. Bottega Veneta ka standardin më të lartë të lëkurës dhe të gjithë. Dhe në raport me fake, sa e kanë diferencën me çmimit? Në raport me fake, pastaj fake-u nuk është se ka një standard, se ke fake nga më të lirat dhe ke fake dhe që varet dhe nga cilësia si është bërë. Po fake-u mbetet fake. Fake mbetet fake. Nuk ka asnjë kontroll cilësie, nuk ka asnjë histori nga mbrapa, është thjesht vjedhje e imazhit e produktit të dikujt tjetër, historiku të dikujt tjetër.